Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar, kësaj radhe do të flasim inshallah për qëllimet e shejtanit. Kemi folë shumë herë, kanë folë edhe xhallar tjerë për kurthat e shejtanit. Po kësaj radhe do të flasim për qëllimet, çka ka për qëllim shejtani. Ose shumë herë na thojnë vallë pse shejtani ka shumë na pengon në jetë, as mundet ai nuk i ka vërtet shejtani mundësitë më të mëdha se sa njeriu me jetu, ma mirë dhe ma lehtë, ma komod. Dhe pse përzihet, pse shejtani mundohet me na mashtru? Mujna me thonë, shejtani mundohet me na largu prej fesë. Po pse mundohet ai me na largu prej fesë kur ai veç është i larg kësaj feje? Çka i intereson nëse unë jam në fe ose jo? Allahu Azza wa Jalla na ka tregu në Kur'an koxhamati, pra para se na lind neve kjo pyetje, Allahu e ka dhënë përgjigjen. Se shejtani i mallkuar ka qenë shumë xheloz. Pra sipas ajeteve edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dim shumica prej juve çapo na ndëgjani se shejtani ka qenë edhe një prej krijesave që kanë bërë ibadete shumë. Pra thuhet që shejtani ka bërë ibadete në çdo pjesë të tokës. Dhe me qenë se ashtu, kur e ka kriju Ademin a.s. ai e refuzoi me i rënë sejdë, e dini ngjarjen, besoj që mos më thellu shumë, edhe ka vazhdu kështu xhelozia e tij ndaj njeriut. Sepse ju ka duk njeriu i ult në krahasim me ta. Dhe është cilësi e shejtanit xhelozia. Njerëzit kur xhelozojnë me njëri tjetrin, pse ky e bën një vepër më të mirë, unë jo, pse ai tjetri arriti diçka, unë nuk e kam arritur çata, pse këtë tjetrin pidon më shumë, shefi i punës e mu jo, e kështu me radhë, është cilësi e shejtanit. Nëse ti vërtet ja vlen të jesh i mirë, atëherë mos xhelozo. Jepi vetes vullnet, jepi vetet mund që të arrish një shkallë sikur ai i cili po e xhelozon. Pra mos e xhelozoni kërkan, se xhelozia është vepër e shejtanit dhe cilësi e tij. Kështu që qëllimet e tij, pse neve na largojnë, pse neve na pengon dhe mundohet na largon nga kjo fe, është për shkak se ai u largua dhe për të mos na lanë neve çatyn të mirë, sepse shejtani e din se feja islame është shumë e mirë. Feja islame është çelësi i suksesit të madh. Feja islame është çelësi i lumturisë absolute në këtë botë. Edhe na mundem të thonë s'ka lumturi absolute. Jo, ka kënaqësi absolute në momentin kur ti pajtohesh me caktimin e Allahut si rezultat i besimit që e ki. Kjo është lumturi. S'ka lidhje çka po të bëjnë njerëz, s'ka lidhje çka po të lëndon dikush, s'ka lidhje çka po të nënçmon dikush, sepse ti je i lumtur me fen tonë që e ki mrena me imanin tan. Dhe nuk dënë me na lënë shejtanin këtë kënaqësi, moj me thonë, edhe për këtë arsye na xhelozon. Por, çka ka qëllime tjera shejtani? Qëllimet tjera, me qenë se neve nuk mundet me na largush atë imanin me njëherë. Për shembull, ti si besimtar, s'mundet me ardhë shejtani dhe me thonë le imanin, ose me të bëjë cytje për me deviju edhe ti mu deviju me njëherë. Jo, çka ka ai për qëllim? Qëllimet e tij kryesore normal është me lanë fenë islame, me lanë besimin në Zot, me lanë s'ka lidhje ti nështë ta fal namaz, po të ka humbë besimi. Pra, mos e humb besimin në Allahun Azza wa Jall dhe fal namaz. Ka njerëz të cilët e falin namaz dhe s'ka iman, cili është ai munafiku, se i ka humbë besimin në Islam, i ka humbë besimin në Allahun Azza wa Jall, edhe po shkon për çështje të dunjas. Ky është munafik. Fal namaz, okay, fal namazin. Po e fal veç haptas, veç kur është me tjerë. Kur është tinza, nuk falet. Dhe këtë e ka për qëllim shejtani. Pra, pe qëllimeve tjera është që ty me ta largu imanin, po me të largu edhe veprat e mira. Qëllim tjetër kryesor e ka që ty edhe mu edhe secili njeri mos me na lanë me përmend Allahun. Prej shumë njerëzve, në shumë ajete.
Allahu na mëson edhe na urdhënon me përmend Allahun. E pastaj pak njerëz thojnë po fal, thot Allahu pak po falenderoni, pak po bëni dhikr, pak po e përmendni Zotin. Pak njerëz. Na dim në ngjarje në kohën e Omerit radiallahu anhu që thot e ka parë një njeri të lutur dhe ka thonë o Allah banu prej atyre që janë pak. Dhe Omeri u çudit, qysh po lutesh kështu, pse po thu këtë dua, po thuaj Allah banu prej këtyre që janë më shumë për muslimanëve. Tha jo, Allahu ka thonë se vërtet njerëzit që janë falendërues janë pak. Pak janë ata që e falenderojnë Allahun. Pra banu prej atyre të cilët janë në rrugë të vërtet edhe nëse janë pak. Okej. Qëllim tjetër kryesor e ke pa shumicën e njerëzve thojnë ne jam musliman, ne elhamdulillah, veprat e mira, ka femna me mbulesa, ka musliman djem e të ri e rini me mjekra pe burrav, ato vajzat të mbulune me mbulesa. Po kur të këshësh në për TikToka, kur të këshësh munohen më bot të mirë të hjeshëm, qesin edhe filtera, me kallëzu bukurinë e vetë. Si mashkujt si femnat, fatkeqësisht kjo është vepra dhe qëllimi që e ka pas shejtani dhe e ka arrit të ata. Jo të krejt besimtar se shejtani s'munët me arrit qëllimin e vetë, kur asnjëherë. Ndërsa të disa njerëz e arrit, edhe nëse arrit të shumë njerëz, s'ka lidhje të na që jemi besimtarë s'dohet me arrit. Nëse e ka arrit shejtani këtë qëllim, dohet që thot populli me i ra veti mas se me këshyr pse ja lëshova rrugën në shejtanit në këtë rast. Okej? Tjetër qëllim, çka ka shejtani? Shejtani kur e sheh se nëse këto i arrit në rregull, por nëse nuk i arrit këto që ai përmend, me ta largu imanin, me të largu prej veprave të mira, prej namazit, me të largu prej dhikrit, me përmend Allah, me të largu prej Kur'anit që shumë njerëz i ka largu. Kur'an sot ndëgjojnë njerëz veç kur janë flajt. Fatkeqësisht, njerëzit kur janë flajt sot ngojnë Kur'an. Po tham kushtimisht ngojnë, se nuk është ndëgjuar ajo. Binë me flajt që atë lëshojnë Kur'an, të ditën veprat si shejtanit. Allahu na ruajt edhe na përmirësoft. Tjetër çka ka qëllim, që është shumë më rëndësi edhe kjo, kur nuk mundet me të largu prej dhikrit, me përmend Allahun, s'mundet me të largu se ti e kin qef, s'mundet me të largu prej namazit se ti e kin qef, s'mundet me të largu prej veprave të mira se i kin qef, imanin se hiç s'mund me ta largu. Atëherë çka mundohet me bë ky shejtan i mallkuar, Allahu na ruajt prej tyne, dhe na shtoft imanin në rrugë të vërtet. E ka për qëllim ose e ka synim me na dëshpëru. Për shembull, ti bën vepra të mira goxha shumë, edhe shejtani ta bën një vezvese sen si të bëj hiç. Nuk po të pranohen, a pishe, ti e bën një dua kërgja, punë po të shkojnë mrapsht, a vetë i bën kursat. Ti mundosh mu martu, del një kurth që nuk po të lën mu martu me çat çik nëse je djalë. Nëse je vajzë të kërkon një djalë, ti don me dal mu pa edhe prishën punë. Kjo është vepër e shejtanit që u mundu me manipulu. Edhe thot a pishe s'po ec kur gjok për ty. Thot ty s'po të don Allahu. Neve na vjen një farë ndjenje, vërtet unë këkna i keq, o Allah mundësama mu martu, s'po bëhet. O Allah mundësama me hin një farë pune, një punë të mirë, s'po bëhet. O Allah mundësama kënin, nuk po bëhet. Atëherë, këtë qëllim e ka shejtani me manipulu me neve. Pra të kemi kujdes është fjala. Dhe kjo është qëllimi pse po bëjna këtë video. Që na të dëshpërohemi të thojmë se unë po falna, pra kur s'mundet me të largu prej namazit, s'mundet me të largu prej imanit, s'mundet me të largu prej Kur'anit, s'mundet me të largu shejtani prej dhikrit, me përmendjen e Allahut, s'mundet me të largu nga agjerimi. Atëherë ta bjen vezvesin dëshpërimin, thot. Kët i ke bot të gjitha këto. Edhe fatkeqësisht shumë njerëz kanë devijuar, e ke pa u falën ashtu një 2-3 vjet, ka shkuar në xhami rregullt, ka lexuar Kur'an, ka njerëz plot që s'falin namaz edhe din me lexuar Kur'an. Ma te un pata mësu te një hoxh. Kto janë ato bindjet, ato cytjet e shejtanit, të cilët mundohet neve me na bind, edhe përmes kësaj na neve me na dëshpëru, e pastaj kur dëshpërohemi na i lëm për me një herë tanat. Pra, mundohet me të largu prej namazit, s'po mundet, mundohet me të largu prej dhikrit, s'mundet, mundohet me të largu prej xhamatit, jo.
mundohet me të largu pe farefisit, s'po mundohet, s'mundet, atëherë ta çon dëshpërimin, dhe kjo është kryesorja që ne të kemi kujdes, na si besimtar, praktikues të namazit. Praktikues të namazit do ta kenë që të kujdesin më shumë të dëshpërimit. Kur ti fal namaz, kur ti bën vepra të mira, kur ti lexon Kur'an, vjen dëshpërimi edhe nga shejtani mallkuar, vjen vezvesja, vjen shejtani, edhe thot nuk janë të u pranu veprat tua, jo. A pse njerëz të kënaqen, njerëzve po ecë përpara, ti më të mrapa. Dhe këtu është qëllimi i ti, e na që do të me bon, në këtë rast do të me pas sabër edhe pak, se Allah ka thënë Kur'an, ela inna nasra Allahi qarib. A nuk është ndihme Allahut afër. Sabër vetëm edhe pak, sepse gjithçka rregullohet. Nëse nuk rregullohet sot, s'ka lidhje, nesër rregullohet. Ama unë kam majt fen, kam praktiku fen islame, kam praktiku Kur'anin, kam praktiku ato që i di për hatër të Allahut Azza wa Jall, se më vjen në ahiret. Pra, qëllimet, mos t'i harrojmë, këto ishin qëllimet e shejtanit, dëshpërimi të besimtarët, se unë i thash nga e më e para, por kur nuk mundet ato me t'i largu, atëherë e provon edhe dëshpërimin në fe. Mundohet shejtani me të bind që ti vërtet je duke u fal kot, je duke adhuru Allahun kot, se ti je njeri i keq. E në fakt nuk je njeri i keq, ti je njeri i mirë, ti je nashta i përmendur të Zotit shumë, ti nashta në krejt me laçet e qiellit edhe qiejve tjerë e njohin emrin tan, e ti thu ku është Zoti vërses. A vjen mos e ndëgjo shejtanin, nuk dihet, për vazhdo me praktikimin e fesë islame dhe Allahu të uzoft ty edhe të gjithë të tjerët. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.